Trotuarët në qytetin e Gjakovës vazhdojnë të jenë të zëna nga ngasësit e veturave që i kanë shndruar në parkingje. Rruga Gjon Bisaku, edhe pse rrugë e ngushtë, sot ishte mbushur me veturat e parkuara në të dy anët të rrugës. Madje shumë shpesh veturat parkohen edhe para dyerve të shtëpive, thonë disa banorë të kësaj zone. Problemin e njëjtë e kanë edhe banorët të rrugës Izet Hima, ku veturat vazhdimisht parkohen gabimisht në këtë pjesë. Ndërsa në rrugën Yll Kadomi është një trotuar, por që gjithmonë është i zënë. E në rrugën Yll Kadomi, nëse ke vendosur të dalësh të ecësh, atë duhet ta bësh nëpër rrugën e asfaltuar, sepse trotuari është, por është i mbushur me makina, të cilat këtë trotuar e kanë bërë parking për vetura. Njëri nga banorët e kësaj lagje thotë se veturat që parkohen në trotuarin para shtëpisë së tij janë të gjitha që vijnë nga pjesë të ndryshme dhe i lënë makinat me ditë në rrugën Yll Kadomi. Trotuaret mes vet faqja zot. Se sa kohë që shtu. Me vitet tona është ky problem këtu. Edhe është tabela atje ku është ndaluar, por çka ti bësh? Unë për veti më duhet mi shit kerrin, kem pas problem me këtë rrugë këtu. Onë të tjera nuk janë kësaj lagje. Këtu që i lojnë me java, as si marrin. Banorët e rrugëve që vizituam sot kanë kërkuar edhe nga zyrtarët policor që të reagojnë në raste kur zihen trotuarët, por për këta të fundit të vësyr shpeshherë ka raportuar se policia janë në teren dhe gjobisin të gjithë ata që bëjnë kundërvajtje në komunikacionin rrugor.